Gjen ora 11 në udhkryqin e rrugëve Vodenska dhe Radovan Conic në Tetov, zyrtar policor nga stacioni policor për sigurinë në trafikun rrugor Tetov ka ndaluar një automjet udhëtarësh Volkswagen Golf me targa të Tetovës. Gjatë kontrollit të automjetit është konstatuar se automjeti ishte me afat të regjistrimit të skaduar për më shumë se 30 ditë, ndërsa po drejtohej nga një 41 vjeçar nga Tetova, i cili nuk posedonte patent shoferi. Është njoftuar prokurori publik dhe me udhëzim të tij, personi është privuar nga liria, ndërsa automjeti është konfiskuar. Pas dokumentimit të plotë të rastit, ndaj tij do të parashtrohet kallëzim përkatës. Gjen ora 16:50 në SPB Tetov, një 45 vjeçar nga Tetova ka raportuar se rreth orës 16 në rrugën Boris Kidriç, djali i tij mitur është sulmuar fizikisht nga një i mitur tjetër, po merren masa për zbardhjen e rastit. Gjen ora 18 në rrugën Ilinden në Tetov, zyrtarët policor nga stacionet policore Gostivar dhe Tetov kanë privuar nga liria një 36 vjeçar nga fshati Debresh. Ai dyshohet se në zonën e stacionit policor Gostivar ka kryer disa vepra penale, vjedhje. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas zbardhjes së dokumentimit të plotë të rasteve ndaj tij do të parashtrohet kallëzim përkatës. Gjen ora 20:25 në SPB Tetov, një 49 vjeçar nga Tetova ka raportuar se rreth orës 19 në parkun pranë qendrës sportive, tre të mitur janë afruar djalit të tij të mitur dhe shokëve të tij, veçka njëri nga personat kanë nxjerrë një thik, po merren masa për gjetjen e autorëve dhe zbardhjen e rastit. Gjen ora 18:40 në stacionin policor Gostivar është raportuar se në repartin e pediatrisë, për shkak të helmimit me barna, është sjell një fëmijë 5 vjeçar nga fshati Çegran. Sipas raportimit, fëmia ka rënë në kontakt me barna që ishin lënë në një vend të arritshëm dhe i ka gëlltitur ato. Fëmia është transportuar në klinikën e fëmijëve në Shkup për kujdes dhe ekzaminime të mëtejme. Gjen ora 21:50 në SPB Tetov, një banor 60 vjeçar nga Tetova ka raportuar se rreth orës 16:30 në një objekt hotelerie të vendosur në rrugën Ilinden është sulmuar fizikisht nga djali i tij, po merren masa për gjetjen e personit dhe për zbardhjen e plotë të rastit.